Në emër të popullit bie këtë aktgjykim. Kundër të pandehurit Ljubisha Milković, me të dhënat personale si në shkresat të lëndës, në bazë të neni 364 paragrafit në të kodit të procedurës penale, është fajtor. Për shkak se ka kryer veprën penale, sulm ndaj personit zyrtar, nga neni 402 paragrafi 6, lidhur me paragrafin 2, nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Si dhe veprën penale, pjesëmarrje në turm, që kryen veprën penale dhe huliganizëm, nga neni 404, paragrafi 1, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Andaj gjykata konform dispozitav të kodit penal të Republikës së Kosovës dhe kodit të procedurës penale të njëjtin e gjykon. Të pandehurin Ljubisha Milković për veprën penale, sulm ndaj personit zyrtar, i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 vite, në të cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 24 teti 2025. Të pandehurin Ljubisha Milković për veprën penale, pjesëmarrje në turm, në kryerjen e veprës penale dhe huliganizmit, i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj. Në bazë të nenit 44 paragrafi 1 i kodit penal të Republikës së Kosovës, me pëlqimin e të pandehurit Ljubisha Milković, dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj, mund të zaventohet me dënim me gjovë në shumë prej 14.000 euro. 14.000 euro, i cili dënim do ta paguaj në afat prej 3 muaj, jo më larg se 2 vite, nga koha kur aktgjykimi bëhet i formës së prerë. Të pandehurit Ljubisha Milković, në bazë të nenit 366 paragrafi 1 i kodit të procedurës penale, i vazhdojt masa e paraburgimit derisa aktgjykimi të bëhet i formës së prerë, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar në këtë aktgjykim. Të pandehurit Ljubisha Milković i konfiskohen pajisjet dhe sendet të tija, pasi që të njëjtat sende dhe pajisje janë përdorur për kryerjen e veprës penale. Obligohet i pandehurit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 100 euro, si dhe 100 euro për fondin për kompenzimin e viktimave të krimit. Aktgjykimin e fond të shkruar do ta merrnin brenda afatit ligjor. Kjo është vendimi i gjykatës. Miropash. Kada se nadam.